spekulu këto ditë për mundësinë që ju me qenë kandidat i koalicionit për president të Republikës. A është vërtet kjo apo jo? President shqiptarëve, se me kushtetutë këta kanë edhe presidenti i gjithë shqiptarëve, apo? Tha që do t'jetë zëvendës presidenti shqiptar. Unë besoj se kushtetutat e dy vendeve janë të qarta dhe në këtë drejtim kjo është i çështje për momentin krejtësisht jo vetëm e parëndësishme, sepse në politikë rëndësia përcaktohet nga prioriteti dhe nuk është as pak prioritet. Pra, kjo do të jetë prioritet në prill apo në maj të vitit të ardhshëm, kur do të ketë kohën e saj. Aktualisht ne kemi president, zotin Nishani, i cili kryen këtë detyrë. Dhe natyrisht nuk janë zgjedhje presidenciale, sepse Shqipëria nuk është një sistem presidencial, është zgjedhja e presidentit nga parlamenti. Përsa takon spekulimin do ketë shumë, do dalin me 10 emra, me 100 emra, siç është tradita sa më shumë afrohet kjo kohë dhe kjo periudhë. Kjo është gjë e zakonshme. Unë mund të siguroj se jam kandidat i sigurt për kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, se do të kemi zgjedhjet brenda vjeshtës në GSI, sipas statutit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për këtë gjë, sigurisht.